Kryeministri Rama mbledhje me kabinetin e vet, eksaktësisht me Erion Braçen, se ka boja sa gjona që zoti bota i ke Facebooku vet të denoncime qa po aty e nëse tërcifer se ne... Ha më pra thuje për ha! Aksion! O, kryetar, nuk e di të me thëmë, po me sa di unë ma kanë mbjedhur adresën. Që thua? Se tani... Sirë të kam vjedh. Kisha hapur atë unë VPN-ën, atë që thëti mos e hapni se ju vjedhin këto të dhëna gjërat, paswordet, e ke parasysh, edhe më kanë hapur atë, më kanë bërë video të montuara, sikur unë të shaj ty aty në Facebook, e ke parasysh, ose në Instagram. Po ti nuk e kam bërë unë, për këtë zebe. Tashi nuk... Po ti s'ne me Da VPN. që me beso, da që me beso, po ti e ditë në me thëmë. O, Erion, s'ne, ç'pun ke ti me hap VPN-ën, Po Allah? jo, nuk e hapa unë VPN-ën. Po kush e hapa? hapa, do kanë hapur ata që ma kanë vjetur celularin, se ma kanë vjetur dhe celularin. Të kam vjetë celularin e? Po për këtë ZB, mos bëj të ZB. Pa e ke denoncu? Kam denoncuar dhe aty te policia, po tash këtu s'ka shtete, ke parasysh ti prandaj po Erion, që të thonë, Allah, Jo, që nuk- s'pas ka shtet tu, Jo, ori, nuk po të them që më kanë vjetur, më kanë hapur VPN-ra, gjëra të tëra mi kanë futur aty, nuk s'ne unë të mere me ty, se ti e di unë, nuk... Nuk për se thash. Unë, që të bëj unë, ti do të bëj unë, po të kem për të bëj, për të bjeri, Po jo ke telefonin ti, që thu dhe ka vjetë? O, ja ku qënë ka, për të shi, unë thajtë se ma kishin vjetur, Ale pra fshi, shpejt e shi do hape fshi. Jo, po ja ti fshi direkt tani, ja, delete, ja, pita fshi edhe këtë këtu, ja, jo, se këtu të kam edhur për mirë, këtu të kam shpërndar vitet e tua, ke parasysh, ja, shiko ku je këtu me Benetin, me atë të Shkodrës. Fshilene Beneti, po fshi ato që më ka shaj. Mirë, direkt. Pra. Mami.